Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Fjala e Specialistit kemi ftuar një person i cili merret me inshurencat, është edhe broker për Farmers Insurance, mikun ton Ortion Kadiu. Po i thrasim shkurt Toni, se është për karakteristik kjo. Toni, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Industria e inshurencave, sigurimeve shoqërore dhe sigurimeve për objekte të tilla si makinat, shtëpitë të tjera është një industri mjaft e zhvilluar në Shtetet e Bashkuara. Nuk ka individ i cili nuk ka inshurencë makina, po inshurenca të shtëpive. Megjithatë, në kohët e fundit është vënë re, sidomos pas pandemisë, një rritje e primjeve të inshurencave, gjë që ka bërë që mjaft individ të ndjen në vështirësi ekonomike për vetë shkakun se do duhet të mbulojnë inshurenca. Për shembull, kanë 2 fëmijë në moshë madhore, kanë dhe 2 makina personale, sidomos këtu në Michigan bën 4 automjete. Nga ka ardhur kjo rritje e përgjithshme e primjeve të inshurencave? Të shpjegoj në fillim çfarë është siguracioni. Siguracioni është një kontratë midis një individi dhe një institucioni financiar, i cili merr përsipër mbrojtjen financiare të këtij individi për asetet që ai ka siguruar kundrejt një pagese mujore që ky individ bën ndaj këtij institucioni financiar. Ky detyrim mujor që ne paguajmë quhet premium në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është premium mujor që ne paguajmë si për sigurimet e mjeteve, sigurimin e shtëpisë, sigurimin e shëndetit, sigurimin e jetës, sigurimin e biznesit. Dhe kundrejt këtij çmimi mujor që ne paguajmë, ky institucion financiar ofron një mbrojtje totale apo të pjesërishtme të dëmit që mund të shkaktohet këtyre objekteve që ne sigurojmë. Çfarë ka ndodhur? Shteti i Michiganit është një shtet interesant për sa i përket siguracionit të automjeteve kryesisht. Është unike sepse industria e siguracioneve në përgjithësi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rregulluar në nivelin e shtetit. Nuk ka rregullator federal që të rregullojë marrëdhëniet midis kompanive të siguracionit dhe individëve. Këto janë lënë në varësi të çdo shteti dhe çdo shtet në mënyrën e vet, në mënyrën e të bërit biznes, ka krijuar këtë rregulla të caktuara për sa i përket rregullimit të marrëdhënieve midis klientëve dhe kompanive të siguracionit. Industria e siguracionit Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më së nevojshme në çdo aspekt jetës. Siguracioni është rreziku, ne kemi rrezik, domethënë jo vetëm këtu në Shtetet e Bashkuara, por kudo, çfarëdo lloj gjëje që ne bëjmë, ecim në rrugë, ne mund të bien. Mund të thyejmë këmbë. Siguracioni i shëndetit mbulon këto shpenzimet për shpenzimet mjekësore. Mund të ngasim biçikletën, prap siguracioni i shëndetit mbulon shërbimet mjekësore në dëmtimin e biçikletës. Mund të jemi këmbësor në rrugë dhe dikush tjetër na godet me makinë. Sigurisht që bëhen investigime dhe sigurisht që në bazë të fajit që i bie, siguracioni i automjetit apo i shoferit mbulon shpenzimet e këmbësorit. Çdo aspekt e jetës që ne ekspozohemi, që nga ecja, nga makina, nga biçikleta, nga puna, ka një rrezikshmëri të caktuar. Dhe kjo rrezikshmëri për kompanitë e siguracionit është një oportunitet për të bërë biznes. Sigurisht që ato të ofrojnë një qetësi mendore, që ne kemi një mbrojtje në rast të një dëmi financiar që mund të nga shkaktohet, apo një dëmi fizik që mund të nga shkaktohet, por kundrejt një pagese të caktuar, të cilët kompanitë e siguracioneve e mbledhin, e managjojnë dhe pagojnë dëmin për atë
individ cilët janë dëmtuar. Shteti i Michiganit ka qenë një nga shtetet më revolucionare, mund të them, për sa i përket siguracionit të makinave. Duke qenë vendi që industria e makinave pati zhvillimin më të madh, masivizimin më të madh të automjeteve dhe influencë shumë të madhe pastaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në botë, sigurisht dhe industria e siguracioneve të automjeteve pati një boom shumë të madh në shtetin e Michiganit, duke qenë një nga shtetet pionere për sa i përket legjislacionit dhe rregullave të tregut për sa i përket marrëdhënieve midis klientit dhe institucionit financiar, kompanive të siguracionit. Shteti i Michiganit vazhdon, janë disa shtete në Shtetet Bashkuara të Amerikës që quhet no fault insurance. Pra, për t'ju sqaruar, no fault nëse shkakton dëm, nuk ke faj në thonjza. No fault insurance është do të thotë që kushdo që të jetë fajtor në një aksident automobilistik, kompania juaj e shoferit, nuk ka rëndësi kush e ka fajin, kompania që ti ke siguruar makinën tënde personale është paguasje e parë e dëmit. Me faj, pa faj, çdo klient ka të drejtë të kërkoj shpërblim të kompania e tij ku ka siguruar automjetin. Tash një ndryshim në këtë mes, me sa di unë, më sqaro, është që tani me ligjin e ri që ekziston në Michigan, të dy, nëse zem një larg qoftë, ndodh një incident, përplasen dy persona, se cila kompani me cilin shoferi A godet shoferin B, shoferi B paguhet nga kompania e vetë e sigurimeve, shoferi A nga kompania e vetë. Përpara ishte ndryshe, hynin në konflikt disi kompanitë e sigurimeve. Vazhdojnë, megjithëse ligji ndryshoi në 2020, ky ndryshim no fault insurance nuk ndryshoi. Ky aspekt qëndroi i njëjtë. Shoferi A do vej te kompania A dhe shoferi B do bëj ankesë te kompania B për dëmin e shkaktuar. Kompanitë midis njëra tjetrave pastaj dillin me njëri tjetrën, por jo klienti me insurancën B. Ky është një marrëveshje që kompanitë bëjnë marrëveshje më vonë në shkallën e dytë të tretë të negociatave për pagimin e dëmit. Kjo nuk ndryshoi në Michigan. Kjo nuk pati ndryshim. Vazhdon të jetë Michigani no fault insurance. Tash e veçanta është bashkimi i insurancës së makinave me insurancën shëndetësore. Këtu është ai ndryshim, ajo PIP që quhen ato. Në 2020, Shteti i Michiganit kaloi një ligj, sepse rregullohet siç e thamë përpara, në legjislaturën e çdo shteti. Shteti i Michiganit ishte një nga shtetet që ka koston e siguracionit të makinave më të lartë se çdo shtet tjetër në Union, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe elementi kryesor që e bënte çmimin e siguracionit të automjeteve kaq të lartë në Michigan ishte pikërisht mbrojtja fizike e shoferëve apo individëve të tjerë në automjet, e mbrojtjeve dhe dëmtimeve fizike që mund të lindin nga një aksident. Shteti i Michiganit, duke qenë një nga shtetet revolucionare, siç e tham përpara, për sa i përket rregullave të siguracionit të automjeteve, ishte në të njëjtën kohë edhe shteti më gjeneros për sa i përket mbulimeve ndaj dëmtimeve të shoferëve apo të pasagjerëve të mjetit. Kur flasim dëmtime fizike. Dëmtimet fizike. Dëmtimi fizik është një pjesë dhe një kosto që llogaritet afërsisht në 30% deri në 40% e kostos mujore të premium që ne pagojmë në Shtetin e Michiganit për mjet. Me sa di unë për shkak nga siguracioni vetjak, di që është një 250.000 mbulimi për apo më shumë bëhet. Ka në 2020, po keni shumë të drejtë për sa i përket 250.000-shes, në 2020 në legjislaturën që aprovoi këtë ndryshimin e ligjit, u ofrua
që çdo klient të kishte mundësi të blinte nivele të ndryshme të mbrojtjes ndaj dëmtimeve fizike. Më përpara 2020-s, çdo shofer në shtetin e Michiganit e kishte të detyruar automatikisht të blente unlimited, pa kufizim, mbrojtjen fizike. Çdo dëmtim fizik që shoferi mund të kalonte apo pasagjeri në shtetin e Michiganit me policitë e vjetra e kishte mbulimin të pakufizuar me dollar. Dhe për një periudhë fizike. Për dëme fizike dhe për një periudhë kohe sa ai individ ishte gjallë. So kjo ishte shumë gjeneros. Kjo paket ishte shumë gjenerose dhe e bënte në të njëjtën kohë krijoi dhe abuzime në të njëjtën kohë. Se persona që hiqeshin si që mund të abuzonin, në të njëjtën kohë qendra mjekësore që mund të abuzonin dhe e bën këtë çmim që të fryeshe akoma më shumë artificialiste. Nuk ka qenë ky problem në vitet 90. Ky problem u zgjerua më shumë pasi shumë shtete të tjera rreth nesh e bën këtë ndryshimin e ligjit dhe e hoqën mbulimin e unlimited. Dhe në 2020-ën pati një farë ndryshimi, klientët dhe shoferët ashti kanë mundësi të blenë 250.000 për mbrojtjen fizike, po, dhe të paguajnë vetëm për 250.000, kanë të drejtë të blenë $500.000 dhe të paguajnë vetëm për $500.000 dhe kompania siguracion ka detyrim vetëm për këto 250.000, 500.000, ose të pakufizuar si që ishte edhe më përpara. Ajo që quhet umbrella? Unlimited Personal Injury Protection quhet. Umbrella është diçka tjetër, no. Jo, kjo është për Personal Injury Protection. Okej, po atëherë ç'është umbrella? Umbrella policy është një zgjerim, është një policy tjetër, në pak të filloj pak më përpara. Okay. Në paketën e siguracionit të automjeteve dhe të pronave, çdo pronë dhe automjet ka në linjën e parë që ne blejmë quhet bodily injury, që quhet liability, dëmi dhe përgjegjësia që ne mund t'i shkaktojmë një të tretit. Okej, këtu përfshihet person apo dhe objekt? Objekti është diçka tjetër, quhet property coverage, edhe kjo në shtetin e Michiganit, nëse ti je fajtor, është detyruar të jetë $1 milion automatikisht në çdo paketë inshurancesh. Mund të jetë property damage, mund të jetë $10.000, $50.000 deri në $100.000, varet nga kompanitë, mund të ketë edhe $500.000 për dëme të objekteve të lëvizshme, kurse për objekte të palëvizshme është deri në $1 milion. Domethënë ndodhi fatkeqësisht bash një aksident dje në televizor, në fakt, ishte një person në një kryqëzim, ai papritur godet një biciklist, pastaj humbet kontrollin në makinës dhe futet brenda një ndërtese dhe aty personat që ishin në një bakery, 3 persona vdiqën si shkak i këtij aksidenti. Edhe në këtë mes si zgjidhet është? Në këtë mes janë disa element të policies automjetit që futet. Një quhet liability, bodily injury, dhe varet nga individi se sa liability ai ka bler, 250.000, 500.000, 1 milion, ose nëse është e nevojshme edhe umbrella, nëse ai ka një umbrell ekstra. Kjo quhet për dëmtimin e të tretit, jo për të shoferit. Kurse që ka qenë biciklet, ai që ka qenë këmsori apo në biciklet, është pjesë e liability-t, gjithashtu dhe individet që kanë qenë në dyqan. Kjo hyn për individet, bodily injury, që dhe quhet bodily injury liability. Kurse dëmi që ai ka shkaktuar dyqanit, quhet property protection, edhe është mbrojtja është një linjë tjetër në paketën e siguracioneve, që prap është nëse ka pasur shoferi, kjo shkon deri në $1 milion automatikisht. Kurse umbrella në këtë rast, ky ka dëmtuar 3
njerëz që kanë qenë në bar, që s'kan pasur faj fare pa lëvizur. Mund të ketë pasur dhe faj që ka dëmtuar këmësorin, është pjesë e investigimit. Ai nuk u dëmtuar fatmirësisht. Fatmirësisht. Tash bodily injury që ky individ ka, ose liability, është 250.000 po të themi, ose në shtetin e Michiganit ku kërkohet $50.000 të kesh, që të jesh legally në rregull me ligjin. Po. Por dëmi që i ka shkaktuar 3 individëve është shumë më shumë se sa $50.000. Një vizitë në spital është një natë në spital që këta individ do në shumicën e rasteve e kalojnë pas një goditje me makinë. Në çmimet e sotme mund vej deri në $15.000 vetëm me të fjetur dhe me shërbimet minimale, pa rekuperime. Siç është ligji tashti. Ai mbulon deri në farmase këto dëmtimet trupore, fizike. Pastaj hyn në fuqi inshuranca për katse shëndetësore e individit. Varet përsëri, shteti i Michiganit është unikal në shumë nga këto mbulime. Shumë paketa të mbulimit të shëndetit që ne i marrim nga punëdhënësit e ndryshëm ose e blem, kanë dhe koordinojnë mbulimin e dëmtimeve fizike në një aksident automobilistik. Ka paketa, shumë paketa, të mbulimeve shëndetësore të cilat nuk e mbulojnë aksidentin automobilistik. Është shumë e rëndësishme që çdo klient të di dhe të komunikoj me kompaninë e siguracioneve të shëndetit dhe të informohet shumë mirë për sa i përket mbulimit dhe mbrojtjes nga aksidentet automobilistike. Në qoftë se shëndeti, kompania dhe paketa shëndetësore që individet kanë, nuk mbulon dëmin fizik në një aksident automobilistik, rekomandimi im, duke bazuar në eksperiencën që unë kam, duhet që ai shofer dhe gjithë pjesëtarët e familjes të atij individi të blenë unlimited personal injury protection, e cila ofron një shumë $, të pakufizuar dhe në të njëjtën kohë një periudhë kohore të pakufizuar. Po këtë do ta blejnë në insurancën e makinës? Patjetër, në insurancën e makinës. Jo në insurancën shëndetësore. Fatkeqësisht, ne si punëmarrës, ose shumë njerëz si punëmarrës, nuk e kanë atë privilegj që të negociojnë me kompanitë e siguracionit shëndetësor. Kompanitë e shëndetit zakonisht ofrojnë paketa në grupe dhe nuk t'japin ty mundësi që të kesh si individ ta blesh apo jo koordinimin për shëndetin, për dëmtimet fizike. Unë po lidh me një fakt personal, domethënë unë kam arritur moshën që marr Medicare. Sa i thash atij agentit që të jam me Medicare, ai nuk më kërkoi siç më kërkonte përpara dokumentin në inshurancë, sepse ndoshta është i mbuluar brenda Medicare. Po, kjo ndryshoi në vitin 2020. Më përpara Medicare dhe Medicaid nuk koordinonte në shtetin e Michiganit për mbrojtjen e individëve në rastet e aksidenteve automobilistike. Në 2020, me kalimin e kësaj reformës në inshurancën e siguracionit e makinave, u detyruan që Medicare dhe Medicaid, dhe Medicaid po ka disa kufizime, të koordinojnë për mbrojtjen e drejtuesit të mjetit në qoftë se janë të dëmtuar fizikisht. Dhe një individ i cili është në Medicare sot nuk e ka të detyrueshme të blej personal injury protection nga kompania e siguracionit të automjeteve, sepse Medicare është pagues i dëmtimeve, i shërbimeve ndaj dëmtimeve në aksident. Por keni gjë parasysh që shërbimi nga Medicare është i kontrolluar në nivel federal, çmimet për shërbimet mjekësore që ofrohen nga Medicare janë shumë të ulta se sa shërbimet që pagohen nga një kompani e siguracionit të shëndetit apo nga një kompani e siguracionit të makinës. Kompanitë e shëndetit dhe kompanitë e siguracionit të makinave
ofrojnë për të njëjtën shërbim, për të njëjtën orë shërbimi, çfarë do lloj shërbimi qoftë, afërsisht 30-40% më shumë para dhe sigurisht që shërbimi është i nivelit më të lartë. Një problem që ka të bëjë me çmimin, se shpesh herë të gjithë klientët tuaj apo personat cilët blejnë inshurencat, interesohen për çmimin të jetë sa më i ulët. Një çmim i ulët a ul edhe mbrojtjen e këtyre personave, masat cilët si është balanca pak a shumë? Industria e siguracioneve është industri madhore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Industria e shëndetit është afërsisht 20% e GDP-s së Amerikës, nëse 20 disa përqindje më shumë. So industria e shërbimeve mjekësore është një pjesë e madhe e ekonomisë amerikane dhe kjo ofrohet nga shteti, që është Medicare ose Medicaid në nivelin e shtetit, nga shteti federal dhe nga shteti lokal, gjithashtu nga kompani të ndryshme që ofrojnë shërbimet mjekësore. E njëjta gjë ndodh edhe në siguracionin e automjeteve. Janë shumë kompani të cilat ofrojnë shërbime të siguracioneve, të mjeteve dhe të pronave. Të gjitha kompanitë janë shumica e kompanive, se janë të organizuara në statutse të ndryshme, disa kompani janë për profit, disa kompani janë klabe, disa kompani janë mutual funds, që ndajnë fitimet në fund të vitit nëse kanë. So, duke u bazuar në skopin dhe qëllimin që kjo kompani ka, sigurisht dhe çmimet ndryshojnë. Është tregu i lirë, çdo kompani ofron shërbime të një niveli të caktuar, çdo kompani ka një mënyrë të bërit biznesit në formë të caktuar, dhe çdo kompani ka një rating të caktuar të stabilitetit financiar të tyre. Ka kompani, domethënë, që merren vetëm me vlerësimin e stabilitetit financiar të kompanive të siguracionit. Kompani që merren me AA standard, A+, A-, B, B+, dhe sipas standardeve të kompanive, këto ofrojnë dhe shërbimet e tyre. Dhe sigurisht që dhe çmimet ndryshojnë. Tashi, tek çmimet unë kam një pyetje, e vërre këtë. Në qoftë se unë i qëndroj besnik për 2 deri në 3 vjet të së njëjtës kompani, çmimi çdo vit më ndryshon e më rritet. Atëherë detyrohem të kaloj me një kompani tjetër dhe marr të njëjtën shërbim, po me çmim më të ulët. Si shpjegohet kjo dukuri? Po, është tregu i lirë. Çdo kompani ka, siç thash, ka qëllime të caktuar. Dhe shoqëria amerikane, profit, është një shoqëri e orientuar nga profit. Profit. Pra atëherë, për të tërhequr një klient të ri, ul çmimin. Në kohë të caktuara, çdo kompani duke bazuar në situatën e tyre financiare të asaj periudhe të caktuar, për të arritur ato numra që ata e kanë pasur si qëllim që të arrijnë në fillim të vitit dhe në fund të vitit, shumë kompani bëjnë një balancë të ardhurave, të shpenzimeve, dhe duke bazuar në ato rezultatet financiare të atij viti specifik ose të vitit paraardhës dhe të parashikimeve që do vinë, shumë kompani normalisht i rrisin çmimet. Unë jam agent vetë, jam reprezentativ i një kompanie të caktuar dhe disa kompanive të tjera brokerage për bizneset. Ka raste, sepse rritja e çmimeve është po ashtu e rregulluar nga shteti. Një kompani siguracionesh, përpara se të çojë një rritje, një rate revision, një general, një rritje të çmimeve, kompania e siguracioneve është e detyruar të shkojë përpara Komisionit të Financës dhe të Siguracioneve në shtetin e Michiganit, t'i hapi libra dhe t'u tregoj. Unë kam 1.000 klient, kam mbledhur $1 milion, kam harxuar $700.000,
kanë fituar 10 ose 12% sipas golit që ata kanë, sipas standardit. Dhe nëse kjo nuk arrihet, atëherë kompania siguracionit, shteti ka nevojë për këto kompani, se këto kompani janë ato që i shërbejnë komunitetit. Dhe në mënyrë që kjo kompani të jetë në treg dhe të ofrojë produkte dhe të jetë pjesë e tregut të lirë dhe të konkurrojë me kompanitë e tjera, se ti nuk do që ti të largosh kompanitë, ti do një treg sa më konkurrues. Kjo është nga pikpamja e tregut përgjithshëm. Unë shoh nga pikpamja e përdoruesit të inshurencave. Por pse duhet të rritet? Ka shumë faktor. Domethënë, çdo kompani, siç thash, bën vlerësimin e dëmeve të vitit që ata janë, në bazë të primjeve dhe të parave që ata kanë mbledhur. Se ne gjithë kontribuojmë për të paguar dëmin e dikujt. Mund të jetë edhe joni ose dikush tjetër. Nëse kjo kompani ka mbledhur një shumë të caktuar lekësh dhe ka paguar më shumë se sa që ka mbledhur, kjo është e detyruar që në vitin që vjen të rriti çmimet në mënyrë që të jetë me numra pozitiv për humbjen që i ka shkaktuar viti i kaluar. Megjithatë është tregu i lirë, personi mund veprojë sipas interesave përkatëse. Është i lirë, njerëzit kanë mundësi të blenë, të anullojnë shtetin e Michiganit, siguracionin e automjeteve dhe të shtëpive dhe të pronave në çfarë do lloj kohe, dhe kompanitë e siguracionit, kushdo që ajo qoftë, është e detyruar të rimbursoj çdo klient për ato ditë siguracioni që ai e ka anulluar dhe të mbaj vetëm atë sasi lekësh që ata kanë qenë të siguruar nga kjo kompani. Mu ka ndodhur që edhe për 3 ditë që kalova nga njëra nga tjetra kanë rimbursuar. Është kundra ligjit. Është me ligj, klienti është i mbrojtur që të paguajë siguracionin e mjetit dhe shtëpisë për ditë që ai ka qenë i siguruar, jo për periudha mujore apo vjetore. Një pyetje tjetër, ka të bëjë me të ashtu quajturin kredit. Ka 2 lloj kreditesh që lidhen me kompanitë e sigurime. Një është krediti juaj personal financiar me bankat kur i keni paguar në rregull dhe tjerë me radhë që vlerësohet nga kompanitë bankare dhe kompanitë të tjera, dhe një është krediti për inshurenca. Ç'është krediti për inshurenca? Domethënë rrezikshmëria, besoj, e individit për kompaninë inshurenca nëse ka bërë më shumë gabime ose. Ju e thatë shumë drejt, ka 2 kredite që janë 2 faktorë shumë të rëndësishëm në botën e siguracioneve, në çmimin e siguracioneve. Një është krediti financiar, i cili në apostrof në 2020 nuk duhet të jetë më faktor për sa i përket çmimit. Krediti financiar i çdo individi nuk duhet të jetë më faktor në vlerësimin e rrezikshmërisë të një shoferi. Fatkeqësisht kompanitë e siguracioneve kanë gjetur disa mënyra të tjera për të marrë në konsiderat kreditin financiar. Pavarësisht se është kundra ligjit, mbrapa algoritmeve të llogarive që ato bëjnë, gjendet një mënyrë për të marrë në konsiderat edhe sot e kësaj dite krediti financiar. Por pas 2020-s, i vetmi faktor që do merret në konsiderat për sa i përket çmimit të siguracioneve është pikërisht krediti i siguracioneve. Në kreditin e siguracioneve merret parasysh mosha, merret parasysh zona, zip kodi ku ne jetojmë, merret parasysh numri i shoferëve dhe i antarëve që jetojnë në atë shtëpi, gjithashtu merren parasysh densiteti ose frekuencia e shoferëve me mjetet në shtëpi, sa shofer janë dhe sa mjete janë. Gjithashtu merret në zip, jo në zip kod, se tash me ligjin e ri është një hapësirë më të madhe, se sa vetëm ai qyteti, merret në nivele zona të caktuara që kompanitë e siguracioneve kanë rënë dakord me shtetin ti vizatojnë,
merret parasysh frekuencia e aksidenteve në atë zonë të caktuar, në ato qytete të caktuara. Gjithashtu merret parasysh densiteti i banorëve me makina, me mjete në atë zonë të caktuar. Okej. Po edhe ajo kryesorja pikët që quhen të ashtu quajtur. Sigurisht, mënyra se si ne ngasim makinën është faktor, shpejtësia që ne mund të dënohemi, mund të marrim tiketa është faktor, distraction driver është një nga elementet kryesor tashti në këtë botën e re të teknologjisë, distracting driving është një nga shkaqet kryesore që ka bërë rritjen e numrit të aksidenteve dhe frekuencinë e aksidenteve. Domethënë, përdorimi i celularëve në garë. Përdorimi i celularëve, përdorimi i elementeve të entertainment që makina dhe mjetet kanë sot, lidhja e aplikacioneve të ndryshme të telefonit me automjetin, dëgjimi muzikës, teksti, leximi mesazheve. Teksti është më. Por këto janë faktorë që e kanë rritur jashtëzakonisht shumë frekuencinë e dëmtimeve të rrisjeve. Tani, unë jo më larg se sot mëngjes më vjen një mesazh në telefon, e thot nëse jeni deri në 50 vjeç, jetoni në këtë zip kod, mund të merrni një inshurancë më të lirë, po kompanitë e inshurancave nuk ja tregojnë këtë. Edhe nëse keni vetëm lëvizje deri në 30 majla nga banimi. A është e vërtet ky fakt apo janë abuzime? Jo, këto janë abuzime. Domethënë në shtetin e Michiganit në 6 muaj policy vetëm të paguash detyrimin ndaj MCCA, që quhet Michigan Catastrophic Fund. Dhe vetëm detyrimet për shtetin, hiq blerjen e liability që është e kërkuar me ligj, hiq mbrojtjen e pronës që është e kërkuar me ligj, blerja e collision of comprehensive është zgjedhja juaj, vetëm paguimi i këtyre detyrimeve ligjore që shteti Michiganit ka, çmimi është minimumi te $200 për mjetin më të vogël me rrezikshmërinë më të vogël nga shoferi më i kujdesshëm që mund të jetë. Në këtë mes, sepse janë të shpeshta këto, madje më vinë emaila, po marrë shembull personal për ta bërë, që thotë mund të keni $19 inshurancë në këtë zip code. Këto janë kompani që mbledhin të dhëna. Këto janë kompani që quhen lead vendors. Këto hedhin mesazhe në treg të kësaj natyre. Ti fut të dhënat tua dhe të dhënat e tua personale me ditëlindje, me zip code, me numër telefoni, me email. Dhe këto kompani pastaj, këto dhëna që ti ke futur atje, na i shesin kompanive të ndryshme, të siguracionit, sepse ti ke interesit besë. Për shembull, në këtë mes është praktike kohëve të fundit të bie një numër telefoni që se nje, unë jam një person, do t'ju ndihmoj për zgjidhjen e inshurancës tënde të makinës, dhe të kërkon të dhëna personale dhe nuk e di se sa vërtet është, pasaj që të drejton tek një agent apo për një kompani të caktuar. Janë kompani të specializuara në shitjen e të dhënave të individëve. Pra njerëzit duhet të kenë kujdes. Shumë kujdesshëm me dhënien e këtyre informacioneve. Mos besoj njeri që i merr vet në telefon të shkojnë vet. Do t'i sugjeroja klientëve që të marrin në telefon kompanitë direkt. Kompanitë e siguracionit paga shumë kanë emra të fuqishëm që ne të gjithë jemi Farmers Insurance, AAA, Allstate, State Farm, Progressive. Janë kompani që janë në treg për qindra vjetësh, janë kompani që kanë reputacione dhe kanë një strukturë ligjore për sa i përket mbrojtjes së dhënave të individëve dhe klientëve të konsoliduar. Do t'i sugjeroja klientëve që mënyra më e mirë për të blerë siguracion është duke kontaktuar direkt kompanitë ose agjentët e këtyre kompanive, sepse
kanë një mbrojtje legale, kanë një procedurë që ne jemi të detyruar me ligj ta ndjekim, të dhënat që ata na japin janë komplet konfidenciale, nuk shiten nga agentët apo nga kompanitë, kanë një procedurë, nëse ata, domethënë, do jenë në dijeni për çdo akt nëse kompanitë e siguracionit do i shesin këto të dhëna diku tjetër. Dhe do informohet klientin nëse kjo kompani siguracionesh këto dhënat personale të këtyre individëve do i ofrojnë dikujt tjetër. Një pyetje tjetër ka të bëjë me një rast hipotetik, po që është i vërtet, them hipotetik sepse di personin në fjalë. Një person bën një aksident. Në këtë aksident, personi që ngiste makinën e vet, kur ndodhi aksidenti, fatmirësisht nuk pati në një dëmtim të madh trupor, megjithatë është ankuar ke kompania e inshurencave se unë shkova në chiropractic e këto tjera dhe hedh në gjyq kompaninë e palës kundërshtare. Deri këtu është në rregull. Pyetja ime ka të bëjë me këtë, pse duhet në këtë mes duhet merreshin vesh kompanitë, jo individi i cili ka shkaktuar aksidentin. Bile këti individi dërgojnë në shtëpi edhe njoftimin që për rastin e aksidentit të tij, ai nuk është e nevojshme të vi vetë në gjyq, po mund të merret si dëshmitar për gjyqin midis dy kompanive për mbulimin që i takon këtij. Hapi parë është që në kompaninë ku ti je siguruar, ajo do të hapi claimin. Ajo do jetë pagusja e parë e shërbimeve nëse ti ke bler mbulimin e mbrojtjes fizike. Pastaj, më vonë, kompania e siguracionit me kompaninë e siguracionit palës tjetër, që mund të jetë me faj apo pa faj, sigurisht që futen në një debat ligjor me njëra tjetrën, kush e kishte fajin dhe vendoset fajtori dhe bëhet një farë kompensimi përsa i përket dëmit shkaktuar nga kompania nga individi, nga kompania e tij, që është mbrojtur individi. Por në këtë mes njoftohet vetëm individi. Njoftohet individi, njoftohet kompania dhe përfaqësuesit ligjor të kompanive, avokatët e dijave kompanive. Dhe çdo claim, një diçka që është shumë e rëndësishme, për çdo ankesë për dëmtim fizik apo prone të mjetit tënd apo të mjetit tjetër, kompanitë e siguracionit i vën jashtëzakonisht shumë rëndësi dokumentimit të dëmtimeve dhe të raportit kur dëmtimi ndodh. So klientët duhet të kenë shumë parasysh kur të marrin në telefon kompaninë e siguracionit. Të vetë, pasi ka ndodhur aksidenti. Pasi ka ndodhur aksidenti, të njoftojnë kompaninë e siguracionit në mënyrën sa më detaje që të jetë e mundur, në mënyrë që të shmangin çdo konflikt ligjor më vonë. Mos pagimin e dëmit nga kompania e tyre, ose mos mundjen e dokumentimit të fajit të dikujt tjetër ndaj tyre. Është shumë e rëndësishme dokumentimi i dëmit, marrja e fotografive të mjetit të tyre, marrja e fotografive të mjetit tjetër, nëse ata janë dëmtuar nga një dikush tjetër, domethënë dokumentimi me sa më shumë detaje nga individi që ndodhet në aksident. Po. Të dyja mjetet në këtë rast në fjalë u morën edhe videot e rrugës, e kamerave të rrugës për të vërtetuar incidentin. Një problem, jo problem, po një mënyrë tjetër se si bëhet për tu luçmimin është bundle, bashkimi i sigurimit të shtëpisë, të pronave me sigurimin e automjeteve. Çdo kompani ka strategjitë e tyre për të thithur klient të rinj dhe për të mbajtur klientët sa më kohë të gjatë të mundur, që të mundet të administrojnë këto riset e klientëve. Sigurisht një nga politikat më eficiente që këto kompani kanë arritur të aplikojnë gjatë periudhës së biznesit është pikërisht bundling of
disa rrisjeve bashkë. Sigurisht shtëpi, makinë është një discount I konsiderueshëm, çdo kompani ka një përqindje të caktuar, mund të jetë 15%, mund të jetë 25%, varet nga kompani me kompani. Duke pasur edhe life insurance, ke një discount tjetër që mund të shtohet, nëse ajo kompani ofron life insurance, nëse ke business insurance dhe ofrohet nga njëjta kompani, sigurisht që ofrohet një discount, një ulje çmimi tjetër, dhe këto e bëjnë më eficiente çmimin dhe kursimet më të konsiderueshme në qoftë se këto janë të mundura. Se jo të gjitha kompanitë kanë atë mundësinë që t'i bundle të gjitha rrezikshmëritë që ata duan të mbrohen, klientët duan të mbrohen. Një lloj tjetër sigurimi ka të bëjë me bizneset. Për shembull, nuk kam një person që e njoh, I cili ka marrë për automjetin e vet, është bor pastrues në dimër, ka marrë sigurim biznesi që është më I madh, më duket, se sa sigurimet e personale. Nga dallohen këto sigurimet? Sigurimi I bizneseve bëhet për biznesi, për atë entitet, për atë legal name që ky biznes ka. Ne jemi individ, pavarësisht se mund kemi një biznes, është një entitet tjetër, nuk jam unë si individ që bën atë biznes, është një kompani tjetër që bën atë biznes, atë shërbim. Në këtë rastin konkret, pastrimit të borës, sigurisht këto kompani janë të specializuar me mirëmbajtjen e pronave, korrjen e barit zakonisht dhe pastrimin e borëve. Këto kompani kanë rrezikshmëri tjetër, sepse mjetet e tyre janë më të mëdha, mjetet e tyre janë më të fuqishme, mund shkaktojnë dëme, se janë të ekspozuar në rrugë për një kohë shumë herë më të gjatë se sa një mjet që ne përdorim për të vajtur në punë edhe për të vajtur në shtëpi pas pune, ai e ka 24 orë pothuajse në ditë në shërbim të klientëve. Sigurisht që rrezikshmëria që ato ofrojnë, rrezikshmëria që ata janë të ekspozuar është më e lartë. Ja, në këtë mes, më falë se të prema, kishte të bënte edhe fakti, a kishte rus për para që shtyn borën, apo kishte bën me mjetët tjera? Po, dhe sigurisht, çdo biznes ka specifikat e veta, ka mjete sipas kapaciteteve, ka makinat vogla, të tipit truck që I themi ne, F-150, Ford ose Chevy, që janë të vegjël, 150s, po ka traqe që mund pastrojnë parkimet e dyqaneve. Ato janë makina mjete me kapacitete shumë të fuqishme. Sigurisht që kanë një rrezikshmëri akoma më të madhe si për dëmtimin e mjeteve të tjerë në rrugë, ashtu dhe në dëmtimin e objekteve që ato pastrojnë dhe I ofrojnë shërbimet e tyre. Për këto lloj biznese sigurisht që ka pakete të qepura apo stafat për sa I përket shërbimeve që këto kompani kryen, që ofrojnë. Cilat janë gabimet që bëjnë përgjithsisht klientët kur blejnë inshurancë e makinave po klasin? Që ju I vini re dhe I këshillonit mos I bëjnë. Shumica e individëve motivohen nga çmimi. Çmimi jo gjithmonë është indikatori më I mirë I një pakete të duhur për mbulimin e nevojave tona, të aseteve tona. Çmimi është faktor motivues kryesor që ne shopping për insurance, që ne kërkojmë të blejmë siguracione, por jo gjithmonë çmimi I ulët ofron mbulimin e duhur. Është shumë e nevojshme për komunitetin tonë I cili ka evoluar shumë gjatë viteve. Ne kur kemi ardhur këtu në fillim 25 vjet, 30 vjet përpara, mbase edhe 15 vjet përpara, kushdo që ka ardhur këtu ka pasur shumë pak pronë, ka pasur shumë pak asete, ka pasur shumë pak gjëra për të humbur në rastin e një dëmi apo të një aksidenti me automjet apo me biznes, ka pasur shumë pak
prona për të humbur. Si koha evolon, ne kemi arritur që të kemi shtëpi, kemi mjete më të shtrenjta, makina më të mira, kemi prona investimet të tjera që kemi bërë, kemi dhe saving account apo edhe retirement account, fonde pensionesh. Të gjitha këto quhen asete. Të gjitha asetet tona, në emrin ton personal, janë të ekspozuara në përgjegjësitë tona dhe përfajet tona që ne mund të shkaktojmë dikujt tjetri. Në qoftë se ne nuk kemi siguracionin e duhur. Në çfarë do lloj ose pa siguracion fare. Ose pa siguracion. Pa siguracion në shtetin e Michiganit ngarja e mjetit është kundra ligjit, është e dënueshme. Por blerja e siguracionit minimal, duke pasur shtëpi, unë nuk e rekomandoj askujt. Blerja e siguracionit minimal për mbrojtjen e fizik të shoferit apo të pasagjerit, kur ti nuk ke siguracion shëndeti të mjaftueshëm, nuk do e sugjeroja askujt pavarësisht se çmimi është i ulët. So është shumë e rëndësishme që një bisedë me një agent, bota po evolon dhe po shkon në artificial intelligence, edhe njerëzit marrin telefon 1-800 number, shumë kompani edhe shesin pa agent komplet, është completely fully automated, which will be the future maybe, por është shumë e rëndësishme që për njerëzit të cilët kanë asete, kanë prona, kanë biznese, kanë fonde investimesh, fonde pensionesh, fonde edukative, për fëmijët e tyre që këta individ të kenë një bisedë serioze me një agent ose një broker siguracionesh kushdo ai që mund të jetë. Ti e përmende këtë AI-n. Si po ndryshon industria e siguracioneve nga modernizimi? Është shumë shpejt, ne shikojmë në operacionet tona të përditshme, në kompanitë që ne përfaqësojmë, çdo telefonat që ne bëjmë duhet përgjigjet nga një artificial intelligent operator somewhere there. Shumë përgjigje të niveleve të ulta, që ose përpara përgjigjesh një individ që lexonte një manual caktuar me rregulla caktuar, këto pyetjet elementare që ne mund të kemi do kaloj pa diskutim në një filtr të inteligjencës artificiale derisa ne të arrim në individin e duhur që mund të zgjidhë problemin që ne kemi. Është eficiente për kompanitë, është jo konveniente për klientin, me sa shikojmë, sepse nuk kanë atë raportin njerëzor të lidhur midis tyre. Po bëj një pyetje paraprake për një gjë që u kujtova tani, për personat ose individët mund ligjshmërisht duhet marrin deri tek no fault, jo mbulim të plot si themi në Shqipëri kasko. Si qëndron ky raport? Cili është këshilla që i bën individëve? Kush mund të marrë vetëm no fault? Shteti Michiganit, siç e tham më përpara, ka një minimum të caktuar siguracione që çdo shofer mjeti, çdo drejtues mjeti është detyruar me ligj të ketë në mënyrë që të ngasi një mjet. Këto nivele janë 50.000, 100.000 për bodily injury, 10.000 për mbrojtje të pronës, $10.000, $1 million për personal property liability, nëse dëmton një objekt të palëvizshëm dhe ti je fajtor. Këto janë të detyrueshme dhe sigurisht edhe ato dy taksat që paguhen për shtetin e Michiganit. Këto janë të detyrueshme nga ligj. Këto nuk ke minimum më pak se sa këto. Por shteti i Michiganit nuk të detyron asnjë drejtues mjeti që të siguroj mjetin e tyre personal. Është e drejta e çdo pronari pronash, pronari të mjetit apo shtëpisë, të mbulojë mjetin e tij. Nuk është e detyruar me ligj që të kesh mbrojtje për mjetin në rast se bie një pemë, bie një rufe, bie zjarri në makinë. Në këtë mes, mund të këshillosh një personi që ka një ato mjet të vjetër të mbaj vetëm no fault, sepse
vlera e ti mjeti nuk është aq. Po, domethënë ka mjete që nuk raporti i çmimit që ata paguajnë në çdo 6 muaj ose çdo muaj me vlerën e makinës dhe kompensimit të dëmit në rast të një humbje totale të mjetit nuk ja vlen. So ka raste për mjetet të vjetra, të 2 mishit që janë 15 vjet ose 20 vjet makina në rrugë, për ato mjete kompania e siguracionit dhe sikur të jetë një humbje totale e mjetit, kompania e siguracionit do bëjë një vlerësim, kjo makinë ka 200.000 milje, ka qenë në rrugë për 15 vjet, 20 vjet, po të vesh ta blesh sot është $1.500-2.000. Nëse çmimi i makinës është një lloj me vlerën e siguracionit, sigurisht që nuk është e nevojshme vlerë e siguracionit për këtë mjet. Toni, faleminderit shumë. Tani pyetja e fundit, si e shet të ardhmen e industrisë së siguracionit në 5 vjetët e ardhshëm? Industria e siguracioneve do evoloj është një nga industritë më sensitive për sa i përket ndryshimit. Kompanitë e siguracionit janë indikatorët e parë të vlerësimit të klimës ekonomike. Kompanitë e siguracioneve kanë lobistët më të mëdhenj në gjitha nivelet e legjislacionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dashë në nivelin lokal, nivelin e shtetit apo në nivelin federal. Janë influencues të mëdhenj në ligje, janë edhe në të njëjtën kohë janë dhe regulatorët e një shoqërie. Kompanitë e siguracionit janë private, por në të njëjtën kohë janë katalizator të konflikteve që mund të lindin midis individëve, midis bizneseve, midis fenomeneve të natyrës dhe fatkesive që ne si individ mund të kemi. Fakti që shumë njerëz besojnë në climate change, disa njerëz janë skeptik për sa i përket ndryshimeve klimaterike. Fakti që edhe ne këtu në Michigan ndjejmë ndryshime kohe radikale të nxehta që nuk kanë qenë të regjistruar më përpara, apo të ftohta që nuk janë regjistruar për 10-15 vjet. Ka influencë madhore në botën e siguracioneve, se sa më frekuente të jenë këto ndryshime radikale të temperaturave, do kenë ndryshime në aksidente. Do rritet frekuencia e zjarreve, është rritur frekuencia e dëmtimeve të pronave, frekuencia e përmbytjeve të pronave, edhe këtu në Michigan me këtë të ftohten, nëse keni dëgjuar, në shumë qytete kanë plasur ujërat. Këto kanë sjellë dëme për qytetin. Siguracionet e atyre qyteteve kanë marrë përsipër pagesat e miliona dollar pagesa për dëmin e shkaktuar nga tubat e ngrirë në rrugë. Këto lek janë paguar nga ne, nga gjithë jemi pjesë e këtij kontributi. Kompanitë e siguracioneve mbledhin parat tona dhe këto para shkojnë drejt pagimit të dëmeve. Në këtë mes më fal para se ta mbyllim. Më kujtohet rasti i Kalifornisë, ku për shkak të zjarreve të shpeshta apo problemeve të tjera të shpeshta, kompanitë e siguracioneve ishin tërhequr. Nuk kishte mbulim për shtëpitë që u dogjën para 6 muajsh në Kaliforni. Po. Shumica e kompanive të siguracioneve janë në tregët të caktuar për të bërë profit. Nëse kompanitë e siguracioneve nuk bëjnë profitin e duhur dhe janë thjesht mbledhës lekësh dhe pagues dëmësh, atëherë nuk është sustainable, nuk është e shëndetshme për këtë kompani që qëndrojnë në biznes. So, ka shumë tregje që dhe kompania që unë paraqis, për shembull në Florida, kompania jonë është tërhequr. Ne nuk bëjmë më biznes në Florida për shkak të uraganeve? Për shkak të uraganeve dhe të dëmeve të pronave të objekteve. Dhe kjo e ka bërë kompaninë që të bëjë analizën e thotë, ok, ne mbledhim $1 milion, po harxojmë $1,5 milion,
Në qoftë se ne do i rrisim çmimet, jemi të detyruar të rrisim çmimet 50%, ne nuk jemi kompetitiv në treg, klientët do largohen, nuk është e shëndetshme për ne të qëndruar. Shohim nga pikpamja e fitimit të tyre, po jo nga pikpamja e interesit në fakt shoqërisë. Shoqëria, interesi i shoqërisë është i rregulluar, është i përfaqësuar nga legjislacioni i atij shtetit caktuar. Në shtetin e Michiganit, po flasim për shtetin e Michiganit, shteti i Michiganit e ka të rregulluar praninë e kompanive të siguracionit. Një kompani që do të bëj biznes në shtetin e Michiganit është detyruar me ligj të ofrojë jo vetëm ato linja biznesi që ajo ka fitim, për shembull automjetet, po të mbuloj edhe djegjen nga zjarri edhe unë përmbytja. Përmbytja është diçka tjetër, në shtetin e Michiganit nuk është e detyrueshme, është zgjedhje, nëse do ta blesh ata që janë në afërsi të liçeneve apo lumeve. Atyre u detyrohet, sepse morgjiçet apo qytetet ja u detyrojnë që ata ta blejnë atë siguracionin e përmbytjes, por në shumicën e zonave të banuara në shtetin e Michiganit nuk është e detyruar blerja e siguracionit përmbytjes. Më kujtoi diçka për personat të cilët e kanë bler tashmë shtëpi, nuk kanë më mortgage, janë të detyruar të marrin siguracion? Jo. Jo. Por nuk është një njeri që nuk ka mortgage, domethënë shumë njerëz blejnë siguracion sepse detyruar. Koncepti në kulturën tonë është detyrohen të blej siguracion për shtëpinë sepse mortgage-i nuk të lejon, nuk kualifikohesh. Kompania e mortgage-it do që kjo pronë të jetë e mbrojtur në rast zjarri, se ti mund t'ikësh, unë vete shtëpinë, shtëpia është pronë e bankës, nuk është pronë e individit akoma. Banka s'ka që të marri më se shtëpia u doq. Nuk do t'jetë banka më në biznesin e ndërtimeve dhe ndërtoj shtëpit. So, sigurisht që i detyron kredimarsin që të siguroj pronën që banka ka financuar. Në moment që ti e ke larë borgjin, ti nuk je i detyruar më. Por risku që ky individ merr duke mos e siguruar pronën e tij është një nga rrisjet më të mëdha që ky individ përmerr përsipër. Shumica e shoqërisë amerikane asetin më të madh në jetën e tyre dhe shumica kanë shtëpinë. Nëse ti pronën më të madhe që ke punuar për 30 vjet për ta paguar, nuk e siguron, mund duket komplet e papërgjegjshme. Okej, shtëpia nuk është vetëm ndërtesa, si ndërtesë, po janë edhe objektet brenda. Sigurisht, në paketat e pronave të shtëpive në shtetin e Michiganit ka edhe prona, ka disa detyrime ligjore, paketat që kompanitë e siguracioneve ofrojnë. Ka një minimum të caktuar për mbulimin e pronës, që llogaritet në bazë të square footit, vitit dhe cilësisë objektit. Sigurisht, paketa e siguracionit të shtëpive ofron mbrojtjen e pronës personale, duke përfshirë këtu furniture, rrobat, televizorët, pajisjet elektronike, çdo gjë që shkundet nëse kjo shtëpi nuk ka. Gjithashtu ofron mbrojtje për dëmtimin e dikujt tjetër, që ndodhet më shpi. Mund të jetë vizitor në shtëpinë tonë. Një kalimtari që kalon në trotuar, pavarësisht se trotuarin është i bashkisë, publik, por është prona juaj dhe ne jemi të përgjegjshëm për mirëmbajtjen e këtij trotuarit. Dëmtimi dikujt nga një kafshë që ne mund kemi, nga një pec që ne mund kemi. Nga një qenë, nga një qenë, nga një gjarpër, ka njerëz që mbajnë lloj kafshësh egzotike tash. Një dëmtim që ata mund të shkaktojnë dikujt tjetër, pa pasur siguracion shtëpie, ti je komplet i pambrojtur. Siguracioni shtëpisë ofron në paketën e tyre dhe liability, përveç se pronës personale, pronës objektit, po gjithashtu dhe mbrojtjen në hapësirën e pronës. Dhe jo vetëm kaq, po ofron dhe mbrojtje të pronës tuaj personale dhe kur ne udhëtojmë. Të së dia. So, rrobat tona personale, valizet tona, domethënë me rroba, me bijuteri, humbën në hotel ose në aeroport?
në hotela, në aeroport, ti mund t'i claimësh, po varet pastaj se sa deductible ti do ke në krahasim me dëmin që të shkaktuar. Tonit, faleminderit shumë për këtë intervistë sa ekspozuese, aq edhe analizuese për këshillat për klientët dhe për të gjithë bashkëdhetarët, për mënyrën se si të veprojnë me insurencat, për të pasur mbulim, për të qenë të sigurt, jo vetëm kur janë në rrugë me ato mjetet e tyre, por dhe në shtëpitë e tyre, dhe për tendencat e reja që na shpjeguat, që po ndodhin aktualisht, por edhe për këshillat që thatë që mos bien viktima të mashtruesve të ndryshëm të insurencave, por të shkojnë dhe të bisedojnë drejt për drejt me agjentë si puna juaj, i ftoj bashkëdhetarët që të vinë tek agjencia juaj sepse do gjejnë një përfaqësues po në gjuhën e tyre, po që i kupton edhe shqiptarët dhe qëndrimin e tyre që nuk janë mësuar fort me insurencat, se s'kemi patur kohë më parë. Megjithatë është e domosdoshme, ju jeni njoftuar se mund të takoni një person si puna e Eltoni, i cili do t'ju jap informacionin e dur të nevojshëm me mundësitë e mundshme për të pasur mbrojtjen e qëndrueshme për klientin me çmimin sa më të ulët. Edhe njerë të faleminderit për praninë tuaj në studio dhe për këtë bisedë në kuadër të emisionit ton, Fjala e specialistit, ishte vërtet një fjalë dhe përgjigje specializuar. Faleminderit dhe urimen për biznesin tuaj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund të emisionit ton, Fjala e specialistit, me Toni Kadiu, specialist dhe njohës mjaft i mirë i problemeve të insurencave, dhe folëm për mënyrën se si duhet veprojmë në raport me sigurimet tona të mjeteve edhe të shtëpive. Miru takofshim në emisionet tjera.